grafikën e Tiranës, të Partisë Socialiste, dhe në pas emrat e Partisë Demokratike. Lista e Tiranës, 12 janë të mbyllur, apo jo? Në Tiranë kemi 30... Për çdo parti, në fakt, kemi 37 kandidatë dhe 37 mandate dhe 12 janë të mbyllur për çdo parti. Kjo vlen për Partinë Socialiste dhe për çdo parti tjetër që garon në qarkun Tiranë. Nëse analizojmë Partinë Socialiste dhe listën e mbyllur, do të shohim më në fund që kryeministri ka vendosur ta kryesojë listën përndryshe nga ç'tha në fillim që ishte në një dilemë nëse do të ishte deputet ose jo. Sikundëse shohim që dominohet nga ministra që kanë pasur mandate ose ministra që janë krejt të rinj dhe që për herë të parë marrin një mandat deputeti. Personalisht më ka surprizuar vetëm përfshirja në listë sigurt e Iris Luarasit, pedagoge e sekretarisë dhe një analiste e njohur ndër vite mbrojtëse e Partisë Socialiste në diskursin publik, si dhe zoti Mala, i cili për mua ishte i panjohur deri dje, nuk është dëgjuar asnjëherë për të si figurë publike dhe as si çfarë përfaqësonte ai dhe as ishte në planin e Ramës për Tiranën, por verifikova që ishte djali i aktorit Petrit Mala, njëkohësisht ambasadori ynë në Kosovë, ndoshta e realizoi të birit ëndrrën e premtuar të teatrit që nuk e kishte realizuar kurrë kryeministri. Pastaj sa i takon listës së hapur, është ajo që ne prisnim, figurat qendrore historike, trashëgimia historike e Partisë Socialiste, nëse quajmë trashëgimi që nga koha e Fatostanos, Pandeli Majkon, Fatmir Xhafaj, Nerion Braçan, dhe pastaj një sër emrash të tjerë ku është, po themi, gjenerata ere dhe vjetër e Partisë Socialiste, por edhe disa prurje që janë nga opozita, siç mund të shohim Blendi Sulajn, që ka qenë herë me Fatmir Mediun, herë me Lulzim Bashën, po ashtu edhe Endrit Brejmllarin që iku Ilir Metës për të bashkuar në koalicion, tani për të bashkuar forcat e Partinë Socialiste. Nuk do veçoja ndonjë emër tjetër, por duhet të thoja që shtohet këtu, vjen si një lëvizje pa parashikuar Anila Denaj, që nga qarku i Vlorës ku ka qenë dhe është deputet do të angazhohet, do të përpiqet marrë një mandat në listë hapur në Tiranë, dhe po ashtu edhe Ervin Hoxha, ministri i brendshëm, i cili nuk është në pjesën e sigurt, por atë i duhet të luftojë. Okej, shkojmë në një qark tjetër të Partisë Socialiste pas Tiranës, që është qarku më i madh, dhe komentojmë dhe marrim padyshim informacionet shtesë nga kolegja Siona Konomi në Durrës. Lista e Durrësit po ashtu ishte një listë e cila e prisnim me shumë kërshëri, sepse për shkak të zhvillimeve në atë qark dhe për shkak të një drejtor nga një kryebashkiake si detyruese politike, kishim pak ose as pak informacion për këtë listë, kështu që ajo që na bën përshtypje në këtë listë është që rikonfirmohen 2 deputete, të cilat kishin më shumë se një mandat dhe thyet rregulli kryeministit këtu. Lodena Spahiku dhe Milve Ekonomi po ashtu rikonfirmohen duke bërë përjashtim nga rregulli që kush kishte një mandat do duhet dilte listë hapur. Dhe bën përshtypje Aurora Mara, një individ që ka qenë në Dibër deputet dhe është deputet në Dibër, dikur me LSI-n tani me Partinë Socialiste, i besohet një vend i sigurt në Durrës me argumentin që dhe aty ka një komunitet caktuar dibranësh që kanë lëvizur ndër vite dhe ajo mund t'i përfaqësojë ata. Sa u takon emrave të tjerë që janë listë sigurt, njëri përfaqësohet është një dentist dhe një intelektual i zonës dhe tjetri vjen nga një sipërmarrës në fushën e fasonerisë. Emra që i kemi mësuar vetëm ditën e fundit. Kështu që nëse shohim çfarë i mungon listës së PS-së së mbyllur në këtë qark është një leadership i fortë partijak. Gjithmonë nëse marrim mirëqenie që të dyja zonjat bëjmë pjesë tek ato zonjat e buta të partisë që nuk bëjnë politikë agresive, ndoshta ky ka qenë qëllimi. Lista e hapur pastaj për qarkun e Durrësit mua nuk më jep një domethënie të veçantë, ka rikandidime, ka emra të rinj dhe në këtë listë vetëm mund të veçojmë Edmond Rrushin që ka qenë nga dikur opozita e re, që e quajtëm ne, por që është integruar në Partinë Socialiste. Okej, shkojmë në një tjetër qark pas Durrësit dhe shohim edhe emrat e Partisë Socialiste pas Tiranës dhe Durrësit për të kaluar edhe në qarqet e tjera në mënyrë edhe më të shpejt, pasi do analizojmë edhe emrat që janë në Partinë Demokratike për efekt edhe të kohës. Okej, kemi qarkun tjetër, e shohim. Atëherë jemi në Vlorë. Në Vlorë, thash, më bëri përshtypje zhvendosja Anila Denajt në Tiranë, Bledi Çuçi është normalisht në krye të listës. Numri 2 është një emër që ka qenë dikur kundërshtare e Partisë Socialiste dhe që është bashkuar nga çadrat e Lulzim Bashës, ka ardhur në listë e sigurt të Partisë Socialiste dhe vetëm ministri Pirro Vonguri konfirmohet, gjithë të tjerët janë në listën e hapur, por bie në sy këtu figura që përfaqësojnë minoritetin grek që është numri 5 dhe minoritetin pastaj çam që janë numrat e tjerë dhe Erdit Bidon, një vokacion shumë i rëndësishëm
publik, dikur me PDU-n, por sot një njeri që ne kemi ndjekur shumë ndaj çështjes Beleri ka përkrahur shumë kryeministin Rama. Emrat e tjerë përfaqësojnë të gjithë lokalitetin e Vlorës, që shumë e larmishme nga Saranda. Është në listë hapurve. Po, dhe ajo që u vendos së fundit fare në kryesi ishte Damian Gjiknuri të rikandidohet në Vlorë, të rikthehet aty, por në listë hapur do duhet bëj betejën e vet për të fituar këtë mandat. Se dhe sot Rama në rubrikën Sy më sy tha e përmbysëm listën e Vlorës. Po, është përmbys